Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet lëngu sekret që zhduk barkun e fryrë dhe dhjamin, ja si ta përgatisni. Apo kërkoni një pije e cila ul fryrjen e barkut dhe njëkohësisht ju ndihmon ju që të humbisni në peshë. Nëse nuk doni që të shpenzoni shumë, atëherë me patjetër jeni në vendin e duhur. Sot ne do t'ju zbulojmë një recetë për një pije e cila do ju ndihmojë që ju të humbisni në peshë në mënyrë mjaft të shëndetshme dhe njëkohësisht në mënyrë natyrale. A ka një pije e cila ul fryrjen e barkut? Përgjigjja për këtë është po. Pija për uljen e barkut ekziston dhe njëkohësisht funksionon aq kohë sa ju nuk hani pa proporcione. Në fakt do të jetë kohë që ta konsumoni këtë nëse më pas I jepni vetes sasi të egzageruara ushqimi. Nëse në vend të kësaj hani në mënyrë të shëndetshme dhe të rregullt, brenda disa ditësh do të rifitoni rregullsinë e zorrëve dhe barku juaj do të pastrohet. Thjesht pini një gotë të vetme në mbrëmje para se të shkoni në shtrat ose esëll në mëngjes. Ja se si të përgatisni këtë pije. Këta përbërës janë perfekt për të përgatitur një pije të shëndetshme dhe të shijshme, e cila ul barkun në mënyrë të shëndetshme dhe natyrale. Lani mollën, kivin, limonin dhe thajni. Pas kësaj qërojeni dhe priteni ato në copa të vogla. Vendosni të 3 frutat në mikser dhe shtoni ujin dhe në këtë mënyrë pija juaj është gati. Ndërkohë, në qoftë se vuani nga fryrja e barkut dhe ajo kthehet në diçka të bezdishme, me patjetër ne ju këshillojmë që ju të provoni këtë çajra. Fryrja e stomakut është vërtet irrituese dhe njëkohësisht mjaft e bezdishme, veçanërisht në qoftë se ajo ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste mund të jenë simptom e ndonjë sëmundje të fshehur. Çaji I energjikut. Çaji I energjikut e qetëson stomakun dhe njëkohësisht largon fryrjet. Duhet ta pini në darkë për të ngadalësuar të gjitha trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 gjethen energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi, mund të shtoni mjalt ose limon. Në disa raste të tjera mund të shtoni edhe akull. Xhenxhefili. Çaji me xhenxhefil, mjalt dhe njëkohësisht limon është shumë I mirë kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit kanë gjithashtu aftësinë të qetësojnë zorrë dhe njëkohësisht të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zjeni 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjalt dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji I kamomilit. Çaji I kamomilit është shumë I dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin. Çajin ju mund ta shoqëroni edhe me mjalt ose lëng limoni. Për një filxhan me çaj, juve do t'ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Kungulli. Shpesh fryrjet shkaktohen nga fibra e tepërt në stomak dhe në zorr. Kungulli I verdhë është shumë I mirë kundër këtij problemi sepse ai eliminon fryrjet. Hani një filxhan me kungull të zier ose të pjekur gjatë një vakti për të mos patur fryrje. Uji me limon. Uji me limon është shumë I mirë për shpërbërjen e dur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin, ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon mund ta pini sapo të zgjoheni për të patur një fillim sa më të mbarë të ditës. Gjithashtu duhet të dini, ditët kur ndiheni të fryrë dhe sidomos në zonën e barkut, me siguri I kujtoni si mjaft të sikletshme.
Mirë po kjo është një gjendje të cilën trupi juaj e zhvillon her pas here dhe që mund t'ju pengojë në aktivitetet tuaja të përditshme. Rrobat ju do t'i ndjeni më të ngushta dhe të ecurit mund të kthehet në një sfidë të vërtet. Ndonjëherë kjo mund të duket si diçka e paevitueshme, prandaj ne ju sugjerojmë që ju të provoni këto metoda të thjeshta të cilat do të largojnë fryrjen. Disa nga mënyrat më të mira për të shmangur fryrjen e barkut ju do t'i gjeni në këtë video. Ushqimet. Një nga mënyrat më të mira dhe njëkohësisht më natyrale për të larguar këtë problem një herë për gjithmonë është sigurisht kujdesi që ju duhet të tregoni ndaj ushqimit. Ka ushqime të cilat e ndihmojnë trupin që të kryejë si duhet të gjitha proceset e tij, duke parandaluar kështu fryrjen. Zakonisht ky reagim i trupit ndodh nga mosdretja si duhet e ushqimeve, prandaj gjithnjë sugjerohet që ju të zgjidhni të duhurat. Kastraveci. Kastraveci gjithashtu rekomandohet shumë pasi ka veti që të mbledh toksinat e trupit dhe t'i nxjerrë ato jashtë për shkak se përmban sasi të mëdha uji. Kalium. Ushqimet e pasura me kalium siç janë bananet, portokalli, avokado, stikat apo kivi ndihmojnë në shfryrjen e trupit dhe në nxjerrjen jashtë të kriprave të tepërta. Ananas. Ananasi gjithashtu përmban disa vitamina dhe minerale të cilat ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe të tretjes së mirë. Probiotikët të cilët gjenden pikërisht tek kosti, qumshti apo djathi ndihmojnë tretjen e mirë dhe në nxjerrjen jashtë të toksinave të këqija. Gatimi i perimeve. Ky po ashtu është një hap mjaft i rëndësishëm për shëndetin. Perimet kur konsumohen të pagatuara, shpesh mund të shkaktojnë gazra dhe fryrje të zonës së barkut. Megjithse perimet i japin vlerat e tyre më të mëdha kur janë të sapokëputura nga degët dhe të konsumohen ashtu siç janë, për të evituar fryrjen ju duhet të mundoheni t'i gatuani ato përpara se t'i konsumoni. Kjo në fakt është një emesme e artë e cila do ju ndihmojë ju që të keni një bark më të sheshtë dhe sigurisht të shpëtoni nga fryrja. Konsumoni shumë erëza. Fusni sa më shumë erëza në dietën tuaj të përditshme, pasi ato do të ndihmojnë në tretjen e mirë duke parandaluar kështu edhe fryrjen tuaj. Këtu përfshihet për shembull xhinxheri, kanella, borziloku, rigoni, nenexhiku, rozmarina apo kopra. Përdoreni këto erëza si zakonisht në vaktet tuaja apo në ushqimet tuaja për të përfituar një bark të sheshtë dhe njëkohësisht shumë shije. Mund të zgjidhni të bëni edhe ndonjë çaj tjetër bimor me këto erëza sipas dëshirës tuaj. Shmangni ushqimet problematike. Ka disa ushqime të caktuara të cilat njihen për efektet e tyre anësore që i shkaktojnë organizmit. Një ndër to është edhe fryrja e barkut. Megjithse mund të jenë të shëndetshme, shumë fruta apo perime pasi shkaktojnë vështirësi në tretje. Këtu ne do të përmendim brokolin, lulelakrën, bishtajoret, mollët, dardhat apo pjeshkat. Bëni kujdes me ushqimet e skuqura, të konservuara apo të procesuara, pasi jo vetëm që ndikojnë keq në sistemin tretës, por njëkohësisht edhe ju bëjnë të shtoni në peshë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.